Welcome to the weekly press briefing Mirë se of the vini në Kosovo informimin Specialist javor të Chambers, dhomave të where we specializuara aim të to provide Kosovës, journalists ku synojmë të update ofrojmë on the latest gazetarëve developments at the court informacion të and the përditshëm mbi opportunity zhvillimet to e ask fundit në questions. gjykatë dhe mundësinë për të bërë The pyetje. president of the Specialist Kryetarja Chambers, e dhomave të Judge Ekaterina specializuara, Trendafilova, gjykatës Ekaterina on the 11th of Trendafilova, December në 11 dhjetor 2025, 2025, decided not to vendosi commute të or mos modify ul Mr. ose Haji modifikoj Shallah's dënimin e sentence, zotit Haxhi Shala, two-thirds of which he I has cili ka served. kryer 2/3 e tij. As a reminder, Kujtojmë se Haji Haxhi Shala, Shala, Sabit Januzi, and Ismet Sabit Batiari Januzi dhe Ismet earlier Batiari pleaded guilty to one charge më of herët obstruction pranuan fajsin and për one një charge of akuzë për pengim të intimidation procesit dhe in një relation akuzë to a për Specialist friksim Chambers në lidhje witness. me një dëshmitar të dhomave të Each specializuara. accused admitted that they Dy were të part of a akuzuarit group which pranuan sought se to ishin induce pjesë e this një grupi person që u përpoq to të refrain nxiste from këtë giving person evidence before që the të mos Kosovo jepte Specialist dëshmi përpara Chambers dhomave të through the promise specializuara of të a Kosovës benefit. përmes premtimit për përfitim. In her decision on Në Mr. vendimin e Shallah's saj sentence, mbi dënimin e the zotit KSC Shala, president noted kryetarja that e Mr. Shala VSK-s has not vuri në expressed duke se remorse zoti Shala nuk during ka any of the shprehur multiple pendim opportunities në afforded asnjë to prej him mundësive to që do ju so. dhanë për këtë. For example, during his shembull, plea agreement gjatë hearing seancës or mbi in the written pranimin e filings fajësisë ose në connected with the parashtrimet me sentence. shkrim lidhur me dënimin e tij. Under the law, after a convicted Sipas person has ligjit, kur served personi i two-thirds of their shpallur fajtor sentence, ka he vuajtur or 2/3 she e becomes dënimit, eligible for ai ose ajo consideration of plotson commutation, kriterin për shqyrtimin në modification, lidhje or me alteration uljen, of the sentence. modifikimin ose ndryshimin e dënimit. This decision is Ky taken by the vendim president of the merret nga Specialist kryetaria e Chambers dhomave të in specializuara consultation with the në Specialist konsultim Chambers me judges gjykatësit e dhomave të on the basis of the specializuara, interests of justice duke u bazuar në and the interesin general e principles of drejtësisë law. dhe parimet e përgjithshme juridike. There is no automatic right to a Nuk sentence ekziston being e drejta commuted, modified, automatike or për altered ulje, after modifikim two-thirds of the ose sentence ndryshim ends. pas vuajtjes së 2/3 të dënimit. In her recent decision, the Në KSC vendimin e saj president të also fundit, indicated that she kryetarja e will VSK-s reconsider bëri me dije a possible gjithashtu se do të modification of Mr. Shallah's shqyrtojë sentence modifikimin e in 2 mundshëm months' të time. dënimit të zotit Shala Once pas she 2 receives a muajsh. further report Pas from the marrjes së një registrar, raport të mëtejshëm including nga on zyra any clear and administrative, genuine përfshirë në lidhje disassociation me from the crime distancimin e of which mundshëm Mr. Shallah të was qartë dhe të convicted. njëment nga vepra penale për të cilin zoti Shala u shpall fajtor. In the trial of Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Në gjykimin Krasniqi, e and Hashim Recep Thachit, Kadri Selimi, Veselit, we Jakub would like to Krasniqi remind dhe the Recep public Selimit, that closing dëshirojmë të statements are kujtojmë scheduled publikut to se take place deklaratat from the përmbyllëse 9th janë to the planifikuar të 13th of paraqiten nga February data 9 deri në 13 2026. shkurt 2026. As a reminder, the confirmed Kujtojmë indictment se në includes akt charges akuzën e of war konfirmuar crimes and janë crimes ngritur against akuza për humanity. krime lufte dhe krime In the kundër indictment, the njerëzimit. prosecution Në akt alleges akuz, that the accused prokuroria are pretendon se të individually akuzuarit responsible janë for individualisht the abduction, përgjegjës për mistreatment, rëmbimin, and keqtrajtimin killing of dhe hundreds of vrasjen e civilians qindra and civilëve persons not taking dhe part in personave që nuk hostilities. kanë marrë pjesë në luftime. The alleged victims were Viktimat e persons deemed to be pretenduara opponents of ishin the Kosovo persona që Liberation Army. konsideroheshin kundërshtar të This ushtrisë allegedly included qlirimtare persons të perceived to Kosovës, collaborate with ndërta Yugoslav pretendoi se forces ishin persona të political cilët opponents. perceptoheshin si The bashkëpunëtor të accused have forcave pleaded not jugoslave guilty to all dhe charges. kundërshtarëve politik. Të akuzuarit janë During deklaruar the të closing pafajshëm statements, për the të gjitha prosecution akuzat. and the defense each Gjatë summarized their deklaratave arguments. përmbyllëse, prokuroria dhe mbrojtja Victims' paraqesin counsel një përmbledhje speaks të about the argumenteve të impact of the tyre. alleged crimes Mbrojtja e on viktimave victims. shpjegon ndikimin e krimeve të pretenduara After tek this, the viktimat. trial panel will close the case Pas and kësaj, enter into trupi deliberations gjykues in do order të to mbyllë reach a çështjen judgment. gjyqësore dhe do të vijojë me kuvendimet për The nxjerrjen e judges will aktgjykimit. carefully assess the credibility of Gjykatësit do witnesses, të vlerësojnë me the kujdes reliability besueshmërinë and e weight dëshmitarëve, of the testimony of mbështetshmërinë witnesses, dhe peshën e and dëshmive each të piece of dëshmitarëve evidence. dhe secilën provë. The judgment should be pronounced Gjykimi within 90 duhet të days of shpallet the brenda closing of the 90 ditësh case. nga mbyllja e çështjes Where the gjyqësore. circumstances require Në additional rast se time, rrethanat a further kërkojnë extension of kohështesë, 60 days ky is afat mund të possible. zgjatet me 60 ditë. Trials at the Kosovo Specialist Gjykimet në Chambers dhomat e are conducted by specializuara the të judges Kosovës in strict kryhen nga accordance with the gjykatësit law në përputhje and të the highest plotë me international ligjin dhe standards of standardet më të justice. larta të drejtësisë ndërkombëtare. Defendants may appeal Të decisions by one pandehurit mund të panel of apelojnë judges vendimet e një to a trupi second gjykues and para një sometimes trupi third level gjykues of të dytë judges. dhe ndonjëherë para gjykatësve të nivelit të Beyond tretë. this, the specialist chambers, Mëtej, the specialist dhoma chamber e of the specializuar Constitutional e Court gjykatës offers further kushtetuese human rights ofron protections to të defendants. pandehurve mbrojtje të mëtejshme të drejtave të njeriut. All accused are presumed Të gjithë innocent të unless the akuzuarit prosecution prezumohen të proves their pafajshëm, guilt beyond përveç a nëse reasonable doubt. prokuroria vërteton fajsinë e tyre jashtë dyshimit të arsyeshëm.
When it comes to the specific issue of the Sa i detention takon of the pikës accused in konkrete të this case, paraburgimit të të it is also akuzuarve në important këtë to çështje emphasize gjyqësore, that a person është can only gjithashtu be e detained if rëndësishme the të judges theksohet se një determine person that mund të certain mbahet në risks paraburgim exist that vetëm cannot be nëse mitigated gjykatësit outside of konstatojnë detention. ekzistencën e rreziqeve Every konkrete, 2 months, të the cilat judges nuk mund të assess whether zvoglohen detention jashtë is still paraburgimit. necessary and Çdo 2 justified. muaj, Based gjykatësit on the vlerësojnë information nëse before paraburgimi them vijon at të that jetë i domosdoshëm dhe i përligjur, mbështetur në informacionin që ata kanë kur bëjnë këtë So far, vlerësim. in over 25 detention reviews, Deri the tani, judges have në found më shumë se that Mr. 25 Thaçi and his rishikime të co-accused paraburgimit, pose a risk gjykatësit of kanë committing further konstatuar se zoti offenses, Thaçi dhe të in particular bashkëakuzuarit e against tij persons who paracesin testified or are rrezik të due to kryerjes së testify veprave penale before të the tjera, specialist chambers. në veçanti kundër personave që The kanë judges dhënë have also dëshmi highlighted ose që do that të japin detention dëshmi seeks to para prevent dhomave the të risk of specializuara. retaliation against Gjykatësit witnesses kanë theksuar or gjithashtu attempts se to paraburgimi incentivize a synon të witness to parandalojë recant. rrezikun e hakmarrjes kundër dëshmitarëve ose The court's përpjekjet winter për të recess nxitur një period dëshmitar starts që on të the tërheqë 22nd dëshminë of e tij. December 2025 Ushqimi and dymëror i lasts until the 9th gjykatës of January fillon me 22 2026. dhjetor 2025 dhe zgjat deri During me this 9 period, no janar hearings will take 2026. place. Gjatë kësaj However, periudhe the court's nuk do të other mbahen activities will seanca, continue without por interruption. aktivitetet e tjera të gjykatës do të vijojnë The pa next online ndërprerje. press briefing will take place on the Informimi i 15th of vijues për January shtypjen përmes at 2:30 internetit in the do të afternoon. mbahet më 15 janar në orën 2:30 pasdite.